Elsa Lila u rikthye në skenën publike me tone të ashpra duke folur hapur për festivalin e këngës 61 vitin kur biletën për Eurovision e mori Albina Kelmendi. Në emisionin e Arbana Osmanit Mirëmbrëma yje, Elsa Lila u shpreh: "Hakmarrja është një pjatë që serviret e ftohtë. Ajo shtoi se në atë festival votat janë blerë nga publiku, duke e cilësuar procesin të padrejtë dhe të manipuluar." Me tone ironike, Elsa kujtoi se vite më parë në The Voice of Albania Albina kishte qenë pjesë e skuadrës së saj dhe se ajo vetë e kishte ndihmuar në fillimet e karrierës. "E bëra me duart e mia, me diturinë dhe artin tim." Duke ju drejtuar pyetjes Arbanës nëse beson se mori hakun që meritonte, Elsa u përgjigj prerë: "Ju mendoni që mu dha haku që meritoja? Mendoj që jo, ç'publik." Këto deklarata ndezën me njëherë reagimet në rrjetet sociale ku shumica panë në këtë dalje një hije hakmarrjeje ndaj Albinës, e cila pas festivalit përfaqësoi Shqipërinë në Eurovision. Ndërkohë, Albina Kelmendi zgjodhi heshtjen. Për disa ditë, ajo nuk bëri asnjë koment, pavarësisht jehonës që mori intervista. Vetëm së fundmi këngëtarja është rikthyer në rrjetet sociale me një postim krejt tjetër nga ajo që pritej, një video plot jetë e gëzim nga një dasmë gjakovare, ku shihet duke vallëzuar dhe shkruan: "Tu bo qejf në një dasmë gjakovare, aty ku tradita dhe kultura nuk mungojnë. Urime martesa shoku taulant." Një rikthim i qetë dhe pozitiv që shumë kusht e pasi përgjigjen më të matur e më të zgjuar të mundshme ndaj deklaratës së Elsës, duke treguar se Albina preferon të flasë me buzëqeshje dhe muzikë, jo me fjalë, e pa penguar nga çkado që u tha për të. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.